Legjenda e futbollit anglez, David Beckham, është shpallur zyrtarisht kalorës nga mbreti Charles në një ceremoni madhështore në kështjellën Windsor. Beckham, i veshur me një kostum të dizajnuar nga bashkëshortja e tij Victoria, mori titullin Sir për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në sport dhe bamirësi. I emocionuar, ai tha se ky është një moment i veçantë për familjen e tij dhe kujtoi rrugtimin nga një familje e përulur në East End të Londrës deri te nderimin nga monarkia britanike. Beckham debutoi me Manchester United në vitin 1995, fitoi 6 tituj të Ligës Premier, 2 kupa FA dhe 1 në Ligën e Kampionëve, përpara se të luante për Real Madridin, LA Galaxy, Milanin dhe Paris Saint-Germain. Para Beckham, vetëm disa figura legjendare sportive e kanë marrë titullin Sir, përfshirë Sir Bobby Charlton, Sir Geoff Hurst dhe trajneri Sir Alex Ferguson. I njohur për goditjet e lira të përsosura dhe ndikimin global, David Beckham tani mban zyrtarisht titullin Sir David Beckham, një nder për një karrierë legjendare.